në një vit dhe maksimumi me shtesë deri në 3 muaj plus. Por në rast se do të kapësh, atëherë kap një afat tjetër, po ndihmoj ta kapësh për emisionin tjetër. Jo, një afatet më mirë se për çdo tjetër. Ti je i bindur për këtë? Shumë mirë, i njeh shumë mirë, ke shumë të drejtë. Unë nuk jam shkëputur nga afatet. Dakor, mos u shkëput, edhe ne nuk jemi shkëputur nga afatet. Edhe ne ato studiojmë, por nuk i studiojmë. Afatet zotëri ke problematika në Republikën e Shqipërisë. Nuk i studiojmë si romanet e Mezheqos Majthanës, po i studiojmë si një kod procedure i cili nën kupton që në rast se një prokuror me ndihmën e një gjyqtari lej një të arrestuar, qoftë një ditë më shumë se tej afatit para burgimit, shkon dhe përgjigjet prokurorit dhe gjyqtarit për marrëdhënie. 40 liroj spaku para disa javësh. Po është tjetër lirimi në atë formë. Ju kishte kaluar, i kishin lënë në para burgimit dhe ishin kaluar aty. Ka kaluar një vit afati para burgimit dhe do lirohet. Po kjo nuk ka lidhje me shqetësimin që nxorët ju. Kjo ka lidhje me zvarritjen e afateve të hetimit. Dhe janë koncepte komplet të tjera. Në spak me mbarimin e epokës së Dumanit. Në mbarimin e epokës Dumanit, Flogerti tha shumë mirë, mbase ka ardhur fundi i pandëshkueshmërisë, por tashti ka ardhur momenti i rritjes së cilësisë dhe standardeve për lirinë dhe drejtat e njerëzit, për mosvarritjen e hetimeve, për rritjen e cilësisë provave, për marrjen e provave konform ligjit, që gjykata e apelit, gjykata e lartë, gjykata kushtetuese, gjykata e Strasburgut mos rrëzoj vendimet e gjykatave të shkallës parë, që në të gjithë procedurat të cilat sqarohen dhe saktësohen sipas kodit procedurës penale, të mos kemi shkelje të lirive dhe drejtave të njeriut. Dhe duhet kuptojmë një gjë që është thelbësore në Shqipëri. Nuk është standardi kodit procedurës penale problem. Standard është ekzekutimi, zbatimi dhe mos hapje e syrit nga gjykata kur shikon shkeljet kodit procedurës penale. Se kodi procedurës penale ka standarde të përcaktuara të cilat në rast se do të zbatoheshin, normal që nuk do të ishim në një situatë që vetë prokurori i përgjithshëm e sqaroi aty. Por të dalim dhe të themi që janë mbajtur njerëzit kot në paraburgim për shkak të kalimit të afateve të paraburgimit të shumë e rëndë. Po, mund të themi që janë mbajtur njerëz në paraburgim në mungesë të kushteve dhe kritereve për t'i mbajtur aty. Kjo është komplet e ndryshme. Thjesht e kisha pyetjen çfarë ndodh me spakun tani që Dumani largohet, duhet të rritur standardi. Referuar faktit që prokurorët e prokurorisë posaçme janë të tërë prokurorë të pavarur, në detyrën e tyre, në punën e tyre, në çështjen e tyre, normal që vetëm çështja e frymës duhet parë se si do ndikojë. Do ndikojë në rritjen e standardit apo do vazhdojmë në fundin e pandëshkueshmërisë. Pandëshkueshmëria këtu s'ka më tani, se ka ngelur vetëm njëri që të arrestohet ose të dënohet dhe të tërë tjerët ekur. Kështu që fundi pandëshkueshmërisë do iki Dumani, për shembull, fotoja që ke mbrapa ti. Po, është Dumani që bashkë me Adnan Xholin dhe Klodian Bravo. Ajo është qeverisje me bazë gjër. Çfarë do të thotë qeverisje me bazë gjër? Që Dumani s'do iki kurrë. Trekëndore si ajo. Aty do jetë. Dumani aty do jetë. Po pra, çështjet e veta do t'i ndjeki. Domethënë, deri më sot, sukseset në luftën kundër krimit të organizuar, më the tash, dhe këto dosjet e tjera, dhe gjithë imazhin e spagut, e ka ndërtuar bashkë këta zotrinjt. Dhe Dumani, le të themi, këta dy zotrinj që ka aty, që në një farë mënyre edhe ndërtojnë bashkë narrativën kur zbresi lideri poshtë, dukshëm janë një ekip. Dhe nesër nëse nuk do jetë Dumani, po do jetë një nga dy kolegët që janë këtu të pakë, nuk di për ata dy tjerët, ato i dijeni më mirë. Këtu janë për shkak funksionit. Janë të dy drejtues të seksionit. E di, po them që këta në finale nesër kushdo që të jetë, do e shohim prapë kështu bashk, sepse me sa nuk kam informacion, po edhe unë kam opinion si jeni. Aty ka ato lobet e veta, patjetër, dhe i avantazhuari lobin thojza i avantazhuar për të zgjedhur kreun e ri spagut, është sigurisht vazhdimësia e kësaj që kemi sot. Vazhdimësia? Kush e garanton vazhdimësinë e kësaj që kemi sot? Është larg atje. Si është larg? Do të marrësh avionin tranzit në Londër ose në Rom. SBA e garanton, pra ata e ke. Ata e garantojnë vazhdimësinë. Pra ajo që po bën Altin Dumani sot është... Unë kam një pyetje për kolegun. Nëse ne kemi avancuar për të bërë një reformë në drejtësi me kushtin, pra për të stabilizuar kushtin që ata janë të pavarur, pra askush nuk ndërhyn. Dhe ku sigurisht është e qortueshme, madje shkelje ligjin nëse një politikan i lartë shqiptar vete në derën e tyre, domethënë edhe i ndërhyn ose i jep një sugjerim ose bën një takim të papërshtatshëm. Sigurisht. A na lejohet ne që
këtë standard që ja pretendojmë reformës, ta themi me kaq lehtësi që një Amerikan mund të vejë në zyrën e tyre, një Gjerman mund të vejë në zyrën e tyre, një nga OSB-ja mund të vejë në zyrën e tyre. Pra cili është standardi që ne duhet të presim? Ja, ne po bëjmë opinion sot. Ky është standardi. Patjetër. Je dakord me këtë? Po patjetër. Dakord, e kuptova. Jo, patjetër. Po kur shkon ti nuk e thua. Si? Qa standardi vendosni ju, kur a i shkon, një nga këta zotrin që funksionet që përmëndet ju, shkon dhe ti nuk e thua. A duhet shkoj është e para, pra... Po ne më le, ti nuk duhet shkoj e themnet se është kjo shabëcë. Si le më le? Kjo shabëcë më, nuk duhet shkoj. Nuk duhet shkoj. Ti po thua, ti qa po thua ti? Dy kolegë po thonë, qëtësisht që... Qëtësisht që... Por bëra konstatim nuk mbajta qëndrim dhe u habita pse më pyete. Qa po thua ti? Mos e thoni ju ku shkon. Ne e dim si duhet, problemi është që mos e demantohet. Ose mos e thuaj fare, më keq. Si? Ora, unë po e shikoj që ne s'kemi fuqi as të lezëm kodin e procedurës me afate. Që të mos kesh kuptohemi, më falë. E kam të vështirë që...